الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: o ju besimtarë, tregoni dhe dëshmoni frikë, respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarë të nderuar, siç e dini, jemi duke e trajtuar një prej haditheve më madhështore të transmetuara tek ne nga Abdullah ibn Abasi, nga protagonisti kryesor i kësaj ngjarjeje madhështore dhe përfituesi më i madh i këtyre fjalëve pejgamberike. Po mundohemi që këtë hadith trajtojmë për disa hutbe me radhë për shkak të rëndësisë së lartë që e ka. Mesazhet e saj janë shumë domethënëse dhe të nevojshme për ne. E kemi trajtuar pjesën e parë që kryesisht ka të bëjë me mënyrën se si pejgamberi Allahut u qasej njerëzve në përgjithësi, e fëmijëve dhe të rinjve në veçanti. Pastaj kemi trajtuar fjalinë e parë apo këshillën e parë ku thot ihfazillaha yahfazuk, ruaj Allahun, Allahu të ruan ty, dhe kemi treguar se çfarë kuptimi ka kjo fjali. Pra, ruaj Allahun kuptimin e ruajtjes së lidhjes me Allahun, dhe nuk ruhet lidhja me Allahun vetëm se përmes ruajtjes së fesë së tij. Nga sa Allahu fenë ka përzgjedhur si platformë jetësore për ne, për aq sa të jetojmë, dhe vetëm përmes ruajtjes së kësaj platforme, përmes aplikimit të saj në jetën tona, ne realisht e ruajmë lidhjen tonë me Allahun. Pastaj më njëherë ka pasuar me këshillën e dytë, e cila është ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, atë për herë do ta kesh apo do ta gjesh para vetes. Çfarë kuptimi ka kjo fjali? Këto fjalë pejgamberike. Ruaj Allahun, do ta gjesh çdo herë para vetes. Kjo fjalë nuk ka të bëjë me drejtim fizik apo me vend, sepse Allahu është i lartësuar mbi krijesat e tij. Por ka të bëjë me praninë e Allahut apo me praninë e ndihmës së Allahut ndaj nesh. Me orientimin dhe zgjidhjen e tij në vendimet më të rëndësishme jetësore për ne. Dhe në për kujdesin e tij ndaj nesh para çdo kujt tjetër, sepse Allahu paraprin me kujdes. Që do të thotë, kur robi e ruan lidhjen me Allahun, e ruan fenë e Allahut, atëherë Allahun do ta ketë zgjidhës të problemit të tij, shërues të sëmundjes së tij, largues të brengës së tij, kujdestar të çdo lloj situate të jetës së tij. Sepse Allahu paraprin me mëshirë, Allahu paraprin me kujdes, Allahu paraprin me vëmendje. Pra për çështjet më të rëndësishme të jetës sonë, Allahu vetëm se është kujdestari ynë. Atëherë kur ne mendojmë se nuk ka zgjidhje për problemet tona, Allahu vetëm se e ka përgatitur zgjidhjen. Atëherë kur ne mendojmë se nuk ka dalje dhe nuk ka tejkalim të brengave tona, Allahu vetëm se e ka shkruajtur përgjigjen. Atëherë kur ne mendojmë se nuk ka mëshirë për neve, Allahu vetëm se e ka lëshuar mëshirën. Prandaj Allahu dëshiron të na tregojë përmes Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam
se nëse ju bëni pak për me rujt fejnë Allahut, për me rujt lidhen me Allahun, Allahu bën shumë për ju. Për me kuptu edhe ma mirë, edhe ma qartë, praktikisht se si ndodh kjo, do të mundohen përmes 3 situatave që se cili për nesh i kalon. Mund të mos i lexoj se cili, por se cili për nesh i kalon ato. Në një mënyrë apo tjetër. Dikush më pak e dikush më shumë. Duke filluar në situatat kur ne jemi në vështirësi. Atëherë kur ne jemi në vështirësi e se cili për nesh ka kalu përmes vështirësive të shumta. Allahu na i hap dyert e zgjidhjeve për nga nuk e presim. Kjo është ajo që po thot pejgamberi Allahut, që Allahu çdo herë ke pranë vetes. Ruaj Allahun, Allahun do ta gjesh pranë vetes. Allahu është para teje në ndihmë, në përkujdesje ndaj teje. Prandaj thot Allahu në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kushdo që tregohet respektues i Allahut, pra manifeston frikë të respekt meritor ndaj Zotit, yaj'al lahu makhraja, Allahu i bën zgjidhje për problemet e tij. Çfarë do problemi madhor që mund të kemi në jetë, zgjidhja është shumë më e madhe se sa problemi ynë. Sa ai që qëndron prapa zgjidhjeve tona është më i madh. Është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, a duhet mu brengos për problemet jetësore që na ndodhin? Duhet mu preokupu me to, sepse ato kërkojnë zgjidhje, e zgjidhjet kushtëzojnë shkaqe, por nuk duhet mu brengos. Nëse i mbështetemi Allahut si duhet, nuk duhet mu brengos. Sepse e dim që Allahu është zgjidhësi i problemeve tona. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, jo vetëm që i bën rrugdalje, zgjidhje për problemet e tij eventuale, por edhe e furnizon prej nga nuk e pret. Sa herë kemi pas raste në jetë që Allahu na ka furnizuar prej nga nuk e kemi prit. E furnizimi jo detyrimisht duhet me qenë për herë material. Nuk duhet me e kufizu konceptin e furnizimit riskut vetëm me para, me ari dhe me argjend. Besoni që janë disa pasuri shumë më vlerë se sa ari, argjendi dhe paraja monetare. Një fjalë e mirë e dikuj është shumë më vlerë se sa 1 milion euro me t'i dhon dikush. Se ato euro mund të treten shumë shpejt, sidomos nëse nuk din me i përdor si duhet, nuk ka gjenë vendin si duhet, po fjala e mirë mbetet për herë. Ajo nuk tretet kurrë. Një përkrahje morale, një zgjidhje e problemit që vjen dikush edhe ta nxjerr dorën, kjo realisht është ndihmë e Allahut për ty. Allahu e ka thënë ato si ushtar ty me të ndihmu. Allahu e ka thënë si ushtar ty me nxjerr për një krize, qoftë morale, qoftë materiale, qoftë spirituale, qoftë familjare, qoftë sociale. Allahu i përdor ushtarët e vet. Ai i din zemrat tona, ai din se kush është më i duhur për me të ardhur ty në jetë edhe me të ndihmu. Besoni edhe në rastet ku ndodh ndoshta sprovohemi me një njeri që ndoshta nuk na thot ndaj fjalë të mirë, mirë po na këndell. Ndoshta na thot ndaj fjalë pak më tron, por çajo fjalë bëhet shkak na me i qel syt, mi pa gjona ndryshe, me kuptu vlerën tonë, me ndërmarr shkaqet e nevojshme që mi zgjidh problemet tona. Kur jemi në dilema, situata që s'dim si me vendos, s'dim çka me bë, Allahu e çon ndihmën e vet. Na orienton zemrën tonë, drejt asaj që është më e mira, më e duhura. Allah thot: "Wa man yu'min billahi yahdi qalba." Kush e beson Allahun hak, Allahu ja udhëzon zemrën. Dhe nuk ka mirësi më të madhe se sa me ta udhëzu Allahu zemrën. Udhëzimi i zemrës do të thotë udhëzimi i mendjes, do të thotë udhëzimi i gjymtyrëve tona. Prandaj robi i udhëzum, ai që e ruan lidhjen me Allah, është në gjendje me vendos në situatat më delikate të jetës, më kritike të jetës, me përzgjedh të duhurën kundër të gaburës. Nëse i vjen për shembull mundësia me përzgjedh, a me jetu me haram milionshë apo me halal qindshë, a me lufta me paqe, ai zgjedh këtë dytën. Allahu ja orienton zemrën se është diçka madhështore kjo dhe këtë nuk mund me bësh çdo kush. Nëse i vjen puna për shembull, a me marr një robnesht Allahut që e ka frikë Allahun, nuk ka shumë e bukur, nuk ka shumë pasuri, por ka moral, ka vlera, ka fe, a me marr një vajzë që mund të jetë shumë e bukur, mund të ketë shumë pasuri, por nuk është shumë e moralshme, nuk ka fe, edhe ky ka vështirë me vendos. Çdo njeri kur është përballë përgjithësisht së dy gjanave, do të më qenë shumë i vendosur për me zgjedh durën. Ai e zgjedh atë më durën pse Allahu ja orienton zemrën.
në bazë të vledrave të brendshme, Allahu ja bën atij zemrën me përzgjedh duhurën. E që kjo është ndihma e Allahut. Që kjo është ajo që po thot pejgamberi Allahut, Allahu është çdo herë para nesh. Jo vetëm në vendime, por edhe në mendime, Allahu është para nesh. Hala pa i marrë na vendimet jetësore, e hala pa i përpunu na qëllimet tona, idetë tona, projektet tona, Allahu vetëm se ka mendu për ty. Allahu e ka vendosur një zgjidhje për ty, e ka shkruajtur një përgjigje për ty, e ka zbrit një mëshirë për ty. Sepse ta ka orientuar zemrën. Edhe e treta, për me kuptuar se si Allahu shndron çdo herë para nesh, pra është para nesh në kohë, metaforikisht, është kur ne jemi në vetmi. Kur robi është në vetmi, Allahu jep qetësi. Për shkak se e ka ruajt fenë Allahut, e ruan lidhjen me Allahun, Allahu ja jep qetësi në shpirt. Dhe besoni, edhe e përmendi shpesh këtë fakt, sepse nuk jemi duke ja ditë vlerën kësaj. Shumë pak për muslimanëve e meditojnë këtë çështje. Qetësia e shpirtit është ushtari më i madh i Allahut në trupat tonë, edhe në jetët tona. Edhe Allah e ka trajtuar si ushtar. Allah thot, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Është Allahu ai i cili e zbret qetësinë e tij në zemrat e besimtarëve. Pra qetësia nuk është diçka që përfitohet, nuk është diçka që blihet, nuk është diçka që mundesh me vjedh për dikujt apo me marr. Jo, është diçka që zbret prej Allahut. Prandaj njeriu mund me pas miliarda të ndur, mund me qenë njeriu më i famshëm në botë, madje edhe më i fuqishëm në botë, por jo detyrimisht me pas qetësi në zemër. Bile është e kundërta, nëse nuk janë rrugt të Allahut. Është Allahu ai i cili jep qetësi në shpirt. Li yazdadu imanan ma imanihim, për mja përforcu imanin e tyne. Ata kanë iman, Allahu do mja përforcu edhe ma tepër. Dhe në fund thot, walillahi junudu s-samawati wal ard. E Allahu ka ushtar në qiell e në tokë. Wa kana Allahu aliman hakima, e Allahu është i gjithdijshmi dhe i urtë absolut. Pse Allahu e ka përmbyll këtë ajet me ushtarët e tij, sepse qetësinë shpirtërore e trajton si një prej ushtarëve të tij. Edhe realisht kështu është. Derisa nuk ke paqe me vetveten, nuk ke qetësi me vetveten, sidomos kur jenë vetmi, sepse para tjerëve ne mund shtiremi se jemi shumë qetë, jemi shumë komod, kemi rehati, mund të maskohemi, por kur jenë vetmi ti je vetvetja. Dhe nëse dënë me ditë, a ke qetësi reale në shpirt dhe në zemër, këshyre veten kur jenë vetmi. Si po ndihesh kur jenë vetmi? A ke qetësi në zemër? Nëse ke qetësi në zemër, dije se Allah të ka paraprit ty me kujdes. Dije se Allah ka dash me ta pasuru ty këtë vetmi, edhe si kur krejt bota me ta kthy ty shpinën, ti je i qetë, je komod, je rehat, sepse këtë qetësi ta ka zbrit Allah. Je me Allahun, e kur Allah është me ty, kush mund të jetë kundër teje? Por nëse Allah nuk është me ty, kush mund të jetë me ty? Prandaj, besimtarët nderuar, ruani këtë fjali pejgamberike sepse është mësim jetësor. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruani Allahun, pra ruani lidhjen me Allahun, ruani islamin tuaj, ruani fenë juaj, Allahun çdo herë do ta keni pranë. Madje do t'ju parapri Allahu me udhëzim, do t'ju parapri Allahu me kujdes, do t'ju parapri Allahu me zgjidhje, do t'ju parapri Allahu me mëshirë, do t'ju parapri Allahu me xhennet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.